يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فجد فعلنا پر الله سبحانه وتعالى، فجد صلوات السلامة وشوش ببيغمبر طوال محمد عليه الصلاة والسلام، بتجد فعلينتي تجد شوكتتي تجد بسم تعالى تسيرة ديكن وتمرغنتي تندش أعزن نسأ واشترونا بكويداس بيوغرافينا بيغمبر صلى الله عليه وسلم، نسأ واشترونا بكويداس إيثنتي do të shohim se gjithë jeta e tij ka qenë mbushur me aktivitete. E shohim se gjithë jeta e tij ka qenë mbushur me vepra të mira. Edhe vazhdimisht ka qenë aktiv në çdo çështje. Dhe për më tepër, ajo e cilën e dëshmon këtë, ne shohim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përpjekur që ta eliminojë çdo pengesë e cila mundet me pengu personin nga veprat e mira. Dhe prej shkaqeve që pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka vepruar që t'i largojë ato pengesa nga punët e mira, është një lutje prej lutjeve të tij madhështore, në të cilën ka thënë: Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal. Në këtë lutje pejgamberi alayhi salatu wasalam ka lutur Allahun që ta ruajë nga paaftësia edhe të arruaj nga dëmbelia. Ka dy këto karaktere të këqija, me të vërtet nuk duhet me pas vend të besimtari. Sepse fakti që pejgamberi jon alayhi salatu wasalam është kujdesur që Allahun ta lut që të arruaj nga paaftësia edhe të arruaj nga dëmbelia, tregon se me të vërtet besimtari nuk duhet me pas këto karaktere. Dhe në të kundërtën karakteri besimtarit duhet me qenë i fuqishëm. Nëse flasim për paaftësinë, me të vërtet kjo është një karakter të cilën Allahu fillimisht nuk e do. Dietari Islamit Ibn Qayyim, Allahu më shëroft, thoshte paaftësia dhe ndëmbelia janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Dhe të dy këto karaktere Allahu Azza wa Jalla i qorton. Por në hadithin e tij pejgamberi alayhi salatu wasallam na udhëzon në këtë mënyrë. Edhe thot, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Thot përpiqu për të gjitha ato çështje të cilat janë të dobishme. Përpiqu që të arrish ato dhe mos u bëj pa aft. Dhe me të vërtet paaftësia e cila mundet me çu besimtarin derën në dështim. Edhe kur po flasim për paaftësinë, çështja kryesore është në paaftësinë e kryer detyrave ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj është paaftësia në kryen e detyrave të përditshme të dunjas. Për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka udhëzuar në këtë hadith të tij. Edhe ka thënë përpiqu, pra më përpjekje maksimale që ta arrish çdo çështje e cila është e dobishme. Dhe mos u bë i paaft. Mirë po në këtë çështje thot kërkoj Allahut ndihmë. Pra vetëm kjo i përket besimtarit. Që ai Allahut i kërkoj ndihmë edhe të përpiqet që ta arrijë çdo çështje të dobishme. Dhe çështja e dytë për të cilës pejgamberi alayhi salatu wasalam është lutur që Allahu ta ruaj nga kjo, është dëmbelia. Sepse kjo është një çështje ku personi zakonisht në këto situata i jep përparësi rahatisë së trupit
përballë aktivitetit edhe përballë lodhjes. Mirë po edhe një adresë dështimit është dëmbelia e cila asesi nuk duhet me pas vend të asnjë musliman. Por më tepër është fakti që ky është një karakter prej karaktereve të munafikëve. Sepse Allahu subhanahu wa taala kur I përshkruar munafiqët në Kur'an, ai thotë wa idha qamu ila as-salati qamu kusala. Thotë me të vërtetë munafiqët kur të shkojnë për të falur namazin, ata e falin me përtaci. Por arsye se e falin vetëm me pa dikush. Dhe ata nuk e falin namazin si për kushtim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe ata nuk e falin namazin me përkujtimin se Allahu është duke I pa. Dhe për këtë arsye ata fillimisht namazin e falin me përtaci. Mirë po ai person I cili me të vërtet tregohet përtac në detyra ndaj Allahut subhanahu wa taala, atëherë mos prit që ka më qenë I përpikt edhe në detyrat e tjera ndaj krijesave të Allahut azza wa jall. Pastaj është fakti tjetër që pejgamberi alayhi salatu wasalam në lutjet e tij në çdo sabah edhe në çdo akşam e ka lutur Allahun subhanahu wa taala që ta ruaj nga dëmbelia, që ta ruaj nga përtacia, sepse kjo është një pengesë prej pengesave kryesore e cila e pengon personin që ta arrijë në ato që është e dobishme edhe që ta arrijë në suksesin e tij. Por më tepër disa prej dietarëve kanë thonë me të vërtetë dëmbelia edhe përtacia është një sëmundje e fshehtë. Pra me të vërtetë ajo është sëmundje faktikisht. Mirë po është një sëmundje që rrallë kush e sheh. Sepse Allahu subhanahu wa taala nuk në ka pruar në këtë botë për diçka tjetër vetëm se për të vepruar. Dhe veprimi kryesor është që ta njohim Allahun. Dhe veprimi kryesor pse Allahu na ka pruar në këtë jetë është që ta njohim Allahun dhe të nënshtrohemi atij. Dhe me të vërtetë kjo nuk arrihet me përtaci. Dhe me të vërtetë xheneti I Allahut dhe shpërbimet e Allahut nuk munden me arrit me paaftësi dhe me përtaci. Pastaj është çështja e tretë për të cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka lutur Allahun që ta ruaj nga ajo. Edhe ka thonë wa min al-jubni wal-bukhli. Edhe ka thonë Allah më ruaj që të mos jem frikacak, edhe që të mos jem koprac. Edhe këto dy karaktere të këqija kanë lidhshmëri njëra me tjetrën. Sepse zakonisht ai I cili është frikacak, ai me të vërtetë është dorështrëngues. Mirë po kur flasim për frikën, ajo mund me pengu personin nga çdo veprim. Ajo mund me pengu vepronin e muslimanin nga çdo iniciativë. Dhe me të vërtetë populli e ka në fjalë mjaft të çkuar. Edhe ata thonë tuzi nuk e ka as dunjan as ahiretin. Nëse shohim aspektin e trimërisë, me të vërtetë shembulli kryesor në këtë është pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe sahabët e tij tregojnë në lufta, në situata të caktuara kur është ashpërsuar lufta, ata thonë ne me të vërtetë jemi mbrojt prapa shpinës së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sepse ata I ka qenë më trimi. Me të vërtetë ai është përballë me të gjithë armiqt. Edhe thonë sahabët e tij, ai I cili ka qenë më trimi për nesh, I ka qëndruar në krah pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mirë po të gjithë të tjerë kanë qëndruar prapa shpinës së tij. Me të vërtetë frika është ajo që mundet me pengu personin që me fol të vërtetën. Me të vërtetë frika mundet me pengu muslimanin që të tregoj personalitetin e tij dhe të tregoj identitetin e tij të islamit. Me të vërtetë besimtari duhet me qenë trim, edhe duhet me qenë bujar, edhe besimtari duhet me pas personalitetin e fuqishëm, edhe duhet të mborët, edhe duhet të tregohet I fuqishëm edhe trim me islamin e tij. Edhe nuk duhet me fsheh ata. Edhe nuk duhet me fsheh krenarin që Allahu subhanahu wa taala e ka jep. Pastaj aspekti tjetër është që pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka lutur Allahun që ta ruajë edhe nga kopracia. Sepse ai person I cili është koprac nuk ka më shumë me arrit me kry shumë punë të mira. Me të vërtetë kopraci tregohet koprac edhe në sadak. Tregohet koprac edhe në zakat. Tregohet koprac në çdo punë. Mirë po nuk është çështje vetëm pasuria. Sepse ka dikush që mund të më tregon koprac edhe në aspektin edhe në aspektin fizik, edhe në aspektin shpirtëror, edhe në aspektin moral. Ka prej personave të cilët nuk kanë pasuri. Mirë po mundën me pas personalitet, mundën me pas ndikim, mundën me pas pushtet. Mirë po për shkak të kopracisë, as pushtetin e tij nuk e shfrytëzon për të ndihmuar të tjerëve.
As personalitetin e tij nuk e shfrytëzon për të ndihmuar të tjerëve. Edhe këtu janë shprehje kopratësia. Pra populli thot për disa persona të tillë me të vërtetë filani nuk ta kaput kanopin. Dhe ky është karakteri prej të cilit pejgamberi alayhi salatu wasalam Allahun e ka lutur që ta ruaj nga ky karakter i keq. Dhe si formulë të Allahun ne shohim se sa i fuqishëm duhet të jetë besimtari. Dhe se çfarë karakteri duhet me pas muslimani. Pra karakteri kryesor që besimtari është i aftë për atë që është e dobishme. Besimtari nuk është përtac. Besimtari nuk është frikacak. Besimtari nuk është koprac. Dhe me të vërtetë ai person i cili ka të përmbledhura të gjitha këto karaktere, me të vërtetë Allahu subhanahu wa taala ja ka jep të gjitha të mirat e dunjas dhe ahiretit. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pra në përmjet të kësaj hyjë e pam se karakteri kryesor i besimtarit duhet jetë fuqia. Pra jo vetëm fuqia fizike, por kryesore duhet jetë fuqia e besimit. Me të vërtetë duhet jetë fuqia e zemrës. Sepse të gjithë dietarët kanë thënë fuqia kryesore e besimtarit qëndron në zemrën e tij. Dhe për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë në hadithin e tij: "Al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if wa bi kullin khayr." Ka thënë në këtë hadith pejgamberi alayhi salatu wasalam besimtari i fuqishëm është Allahu më i mirë dhe më i dashur se sa besimtari i dobët, megjithëse në të dytë ka mirësi. Pra këto e shofim se Allahu e ka përzgjedhur një besimtar të fuqishëm. Se Allahu e do më tepër besimtarin e fuqishëm qoftë nga besimi i tij që është kryesorja, po ashtu edhe nga karakteri i tij, po ashtu edhe nga fiziku i tij, po ashtu edhe nga pasuria e tij. Me të vërtetë ky është një besimtar nga i cili duhet të kenë dobi të gjithë besimtarët e të gjithë njerëzimin. Prandaj besimtari duhet të kujdeset për këtë karakter të fuqishëm, sepse fakti që Allahu e do këtë karakter, edhe fakti që Allahu e ka përzgjedhur atë besimtar të tillë, ai duhet të kujdeset që të gjendet aty. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على ما يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.